Fasadimi i palestrës në fshatin Slatin e vogël nuk ishte bërë, por kjo nuk I kishte penguar komunës së Fushë Kosovës që ta bëj pagesën për furnizime dhe punë ende të papërfunduara. Kështu komuna kishte paguar operatorin ekonomik afër 400.000 euro për punën të cilën nuk e kishte kryer. Kjo është një nga gjetjet e zyres kombëtare të auditimit për komunën e Fushë Kosovës. E njëjtë kishte vepruar edhe në 4 kontrata të tjera, ku pagesa ishte kryer, ndonse puna nuk ishte nisur. Kjo nuk është e vetmja parregullsi që ZKA ka evidentuar në këtë komunë. Në 2 raste të projekteve kapitale ishin nënshkruar kontrata me vlerë më të mëdha sa buxheti parapar. Projekti ndërtimi I objektit të QKMF-s në Fushë Kosovë, me ligjin e buxhetit të vitit 2024 përfshin edhe projeksionet për vitet 2025 dhe 2026, ishin planifikuar 340.000 euro, ndërsa vlera e kontraktuar është 538.228 euro. Projekti instalimi rregullimi nxehjes në objektin e komunës, me ligjin e buxhetit ishin planifikuar 50.000 euro, ndërsa vlera e kontraktuar është 81.111 euro. Po ashtu, sipas këtij raporti, në 7 raste në vlerë afër 35.000 euro, subvencionimi I OJQ-ve nuk ishte bërë në pajtim me rregulloren dhe thirrjet publike. Kurse në një rast, komuna e Fushë Kosovës I kishte dhënë tender një kompanie e cila nuk ishte përmbushur kriteret e përcaktuara me dosjet e tenderit. E këto të gjetura, sipas degës së lëvizjes vetëvendosje në këtë qytet, kanë të bëjnë me keq menaxhim dhe papërgjegjësi totale të qeverisjes lokale. Raporti auditimit për vitin 2024 për komunën e Fushë Kosovës e pasuron gjendjen reale se çush është aktualisht dhe çush ka qenë viteve të kaluara nga kjo qeverisje. Në këtë raport e gjetur kryesore është mbi 900.000 euro janë të shpenzuara realisht pa një mbulesë ose pa një shpalosje adekuate. Ka projekte që janë pagu ende pa përfunduar punë. Rrjeti I organizatave jo qeveritare, Avonet, thonë se këto të gjetura tregojnë se udhëheqësit e kësaj komune kanë shkelur ligjin. Madje sipas drejtorit ekzekutiv, këtu ka hapësirë edhe për nisje të hetimeve nga prokuroria. 70% të gjetura kanë vlera veprime të cilat janë dyshim për vepër penale. Dëmtimi I buxhetit, mos respektimi I ligjit të prokurimit, e natyrisht duke të kaluar vlerat me të se nuk është përfunduar puna dhe është paguar, kjo janë dëme materiale që ka shaktuar, e të njëjtë kohë duke shaktuar dhe këto dëme sipas kodit penal të Republikës Kosovës janë të sankcionuar si vepër penale. TVN ka provuar të marrë një qendrim edhe nga komuna e Fushë Kosovës, por të njëjtit nuk kanë qenë të qasshëm.